Prej 2 dekadash, Bashkia e Tiranës vazhdon të shpenzojë paratë e taksapaguesve për monitorimin e trafikut në kryeqytet, pas sjell akoma ndonjë rezultat. Qytetarët nuk kanë asnjë të dhënë se çfarë monitorohet dhe pse përdoren këto të dhëna. E megjithatë, kryetaria e komanduar e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani, vazhdon si robot, pas një ndryshim program projektin e Erion Veliajt. Këtë ditë Ristani shpalli tenderin për këtë qëllim dhe favorite është kompania One Albania. Kjo e fundit, megjithse është vënë në qendër të akuzave për cilësinë e shërbimit dhe rritjen e tarifave, vazhdon të marrë fonde nga bashkia. Mijëra qytetarë janë ankuar për mungesë shërbimesh duke nisur nga sinjali i dobët, shkëputje interneti apo edhe prishje të sistemit. Akuza ka pasur edhe nga abonentë të cilët kishin paguar faturat, por në sistemin e tyre dilin debitor. Pavarësisht se kishin fatura të lëshuara nga bankat apo institucionet e tjera, sërish këta qytetarë u enden për shumë javë në dyert e kësaj kompanie. Sikur të mos mjaftonin këto, kompania sapo ka rritur në mënyrë të njanshme tarifat dhe për këtë çështje është në hetim nga Autoriteti i Konkurrencës. Cili është reagimi i shtetit? I jepen paratë e buxhetit me tendra. Kështu edhe pse Erion Veliaj është në burg, biznesin me One Albanian e vazhdon vëllai i tij, që për momentin është në detyrim paraqitje në SPAK. Ajo që të revolton është se këto gjysmë milion euro që i merr One Albania nuk i sjellin qytetarëve asnjë ndryshim në jetën e përditshme, nën kaos nga trafiku urban. Por nëse u monitoro ka trafiku, pse nuk lajmërohen banorët që kjo apo ajo rrugë ka trafik? Pse nuk ndodh kjo si në të gjithë botën, ku bashkitë lajmërojnë në çdo moment për ngjarje në trafik? Të vetmet njoftime janë ato komunikatat e tmerrshme të policisë së shtetit që bllokojnë gjithë Tiranën për një protestë apo për një delegacion. Që të jemi korrekt, vitin e kaluar më 7 gusht 2025, Bashkia e Tiranës njoftoi se qytetarët që përdorin transportin publik në Tiranë përmes Google Maps mund të gjurmojnë në kohë reale autobusat e linjave në kryeqytet. Ky projekt u realizua nga GIZ Albania dhe Bashkia e Tiranë me mbështetjen e Albanian Technology Distribution. Real-Time Generation Transit Feed Specification është integruar me sukses në Google Maps, thua në njoftimin për mediat të Bashkisë së Tiranës asaj kohe. Sigurisht që ky njoftim ishte thjesht në kuadrin e një projekti, e thënë ndryshe, të një fondi që mundsohej nga Fondacioni Gjerman GIZ. Por vetë bashkia nuk bën punët e saj që të funksionojë ky projekt. Duke filluar nga fakti se në asnjë stacion nuk ka orar për autobuset urban dhe deri tek fakti se nuk ka një azhurnim të dhënave të rrugëve dhe kryqëzimeve. Kompanitë e transportit urban janë krejt jashtë kontrollit pasi marrin licencat dhe nuk kanë lidhje me oraret. Prandaj, dhe kjo përpjekje është harruar direkt pas një postimi në Instagram. Kurse qytetarët nuk kanë ku marrin informacionet që u duan të orientohen, si rjedhoj, humbin kohën në pritje të urbanëve. Ndërkohë që Anuela Ristani dhe zyrtarët e prokurimit të Bashkisë Tiranë vazhdojnë me tenderin pa lidhje. Objekti i prokurimit është ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban. Fondi i limitit caktuar të dalë nga arka e bashkisë për këtë shërbim është 400 milion lekë pa TVSH dhe në datë 8 qershor 2026 do të mbahet formalisht procedura. Ashtu si vitet e kaluara nuk pritet surprizë, sepse me 99% të mundësive fitues është One Albania. Është i njëjti tender, copy-paste, si para 2 vitesh, po ai numër kamerash dhe pikash transmetimi. Nëse ky qendër e monitorimit do të funksiononte, do të kishim parë rezultat, por nuk pritet të ndodhë, përderisa parat shpenzohen në mënyrë korruptive. Ndërkohë që bashkia dhe një kompani tjetër celulare ofrojnë aplikacionin Tirana Ime, i cili nuk jep të dhëna të sakta për trafikun dhe më shpesh nuk funksionon. Monitorimi i trafikut me kontratë aktuale mundsohet nga One Albania qysh më 20 maj 2024, kur ka përfituar fondin 453 milion lekë. Ndërsa më 31 dhjetor 2020, Alp Telekom SHA ka përfituar tenderin 606 milion lekë për 2 vite. Dyshimet janë se kjo është një skem korruptive. Bashkia e Tiranë, One Albania. SPAK është duke hetuar për rolin e kompanisë Google të Arbër Veliaj. Prokuria e posaçme ka ngritur dyshime mbi një skem të mundshme trafiku influencash ndërmjet kompanisë telefonike One dhe shoqërisë së promocionit Google të Arbër Veliajt, vëllai të kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Sipas dokumenteve hetimore, kompania One paguan Arbër Veliaj për marketing dhe promovim, ndërkohë që fiton tendera pagar në Bashkinë e Tiranës e drejtuar nga vëllai i madh i familjes Veliaj, Erioni. Nga hetimi rezulton se klienti kryesor i Google SHPK është shoqëria One Albania, me një total shitjesh prej 551.6 milion lekë të reja. Thua në vendimin e gjykatës për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Erion Veliaj. Në vijim në vendimin e gjykatës së posaçme jepen detajet e përfitimeve që ka marrë kompania One
nga Bashkia e Tiranës në drejtimin e Erion Veliajt. Nga ana tjetër evidentohet se kompania One Albania ka marrë pjesë në disa procedura të prokurimit publik dhe ka arritur të shpallet fituese në disa prej tyre, duke bashkëpunuar kryesisht me Qeverinë Vendore Tiranë, thuhet në vendim. Gjykata bazohet në hetimin e prokurorisë së posaçme, citon edhe tendrat e fituar nga One Albania në Bashkinë e Tiranës. One ka fituar disa procedura në Bashkinë e Kryeqytetit përfshirë këtu tendrin e vitit 2024 me objekt shërbimi infrastrukturës së dedikuar optike dhe shërbimeve data, me një fond limit prej 744 milion lekë. Gjithashtu, siç citohet në vendimin gjyqësor, një tjetër projekt i rëndësishëm ka qenë ofrimi i shërbimeve online për monitorimin e trafikut urban në Bashkinë e Tiranës. Thelbi i konfliktit të dyshuar të interesit është fakti se përgjegjësia e fushatës publicitare të kompanisë One është shoqëria Google, në pronësi të Arbër Veliaj, vëllai të kryebashkiaut të Tiranës, Erion Veliaj. Nëse tenderi i hapur i shtazje për monitorim në trafikut do të shkojë sërish në arkun e One Albania, kjo do të promovonte vazhdimsinë e skemës së ngritur nga Veliaj.